Hoxh, si mund të arrijë balancën mes detyrave fetare dhe atyre që lidhen me jetën e përditshme? Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya." Por përpiqu që me atë, pra që të ka dhënë Allahu, të fitosh botën e ardhshme dhe mos harro pjesën që të takon nga dynjaja. Besimtari Kur'anin e ka manual jete. Mundohet që ta praktikoj atë në përditshmërinë e tij. Cakton kohën, e programon kohën e tij pra që të kryej urdhëresat, siç është namazi, agjerimi, por njëkohësisht nuk e harron pra jetën, nuk e harron dynjan. Angazhohet edhe këtu, sepse ne do jetojmë. Përpiqet edhe këtu, por duke u përmbajt urdhrave të Allahut lartësuar, për shembull në punë, nuk gënjen, nuk mashtron, nuk ham peshore, ushqehet me halal, ruan lidhjet farefisnore, respekton prindrit, jeton i lumtur në këtë jetë, por fiton me lejen e Allahut lartësuar edhe xhenetin, lumturinë e përjetshme në botën tjetër.